Në përfundim të luftës në Kosovë, ndodhen shumë krime. Po njëjti u arrit të evitohej falë ndërhyrjes së 4 ushtarëve britanik. Me 16 qershor 1999, një familje shqiptare u rrëmbye nga paramilitarët serb. E para familjes së saj, ata planifikuan ta dhunonin seksualisht një vajzë të re. Këndudhi e kuptuan 4 ushtarë britanik, të cilët vendosën të ndërhyjnë. Duke rrezikuar edhe jetën e tyre, këta ushtarë arritën që ta shpëtonin vajzën nga dhunimi, kurse familjen nga vdekja. Gjithë këtë ngjarje, me 17 qershor 1999, e kishte raportuar gazeta britanike The Mirror, e cila madje ja kushtoi gjithë ballinën e gazetës këtij rasti. Ngjarjen e riktheu edhe një herë në vëmendje deputetja britanike Alicia Kearns, e cila shpërndau këtë histori në llogarinë e saj në X. Ajo ka kërkuar ndihmë që pas 27 vitesh të gjejë këta 4 ushtarë. A keni shërbyer në Kosovë në vitin 1999? U përpiqem të gjej zotrinit të mëparshëm, të cilët shpëtuan 2 gra të reja gjatë luftës në Kosovë. Rreshteri Jan Spik Leitla, tetari Martin Jack Calder, tetari Lance John Putz, ushtari Gary Robertson. Për këtë, ajo ka marrë edhe shumë komente nga qytetarë nga Kosova, të cilët ju janë shprehur falendërues për kontributin e ushtarëve britanik, por edhe të vetë deputetës.